napoletan që. Ore baba, Ku jeti? ku je ore, tutti quanti ore. Rrugë shpratë nëse do vetë do marrë Garsile një vodkë, ta bëj dhe unë atë gotën me eks, se sot nuk isha, po pija vetëm barë, baba, prandaj. Respekte baba, respekte. Po qa ishte ajo, apo varikari, lëre, nuk ta pyes. Kush vla, tutti quanti, fol vla. Jo, do bua një kësholla, nuk ta bëj me ironi me kësholla, ta them serios. Që më kanë sharë, me dis. Jo, ore, këngën, qa të ka sharë e që. Tutti quanti vla, doja shaj gjithë fisin vla, tutti quanti. Po duhet të kundërvërsulemi tani kozak. O vla, po si, o vla, o ti baba, dua të ma thuash italisht, si thuet, do të shaj gjithë fisin vla, italisht. Italisht tërë fisin e bie baba, tutta la famiglia, che parasysh? Tutta la famiglia. Tutta la famiglia i bie baba, Olin, tutta la famiglia, Olin. Olin, ju qifsha mirë. Tëra baba. Po jore, po të bëjnë një shokë shqipari, po thashëm, mos ishte na një gjë e më këshu, si thonë, me montuar na një barikaru. Duket që ishte me këshu, po, inteligent artificiale. Se s'm ka shaku shë, baba. Këm kot, po jore, se mu duk mos jel dalaveri, ose baba. O kozak, do të shkos një gjë, vla. Shko si të prezentojt babi me bluzën Mona Lisa, vla, off-white. 5.000 sterlina, baba. Sa lek bon, baba? 5.000 pound, babi. Jo lafe. Keshën vla jo ty. Pavarësisht se ti sharkullon me ora, ku di gjë vla jo, Filipa Tekna, e një gjë të tjilë. Ke ndryshuar kode e fundit. Qa baba jarë? Filipa Tekna. E di si budi vla, të bërë rolin e budalajt për mos të vajtur në luft, e kupton, pa e di ti zjuarësin, je futur dhe në mason ti. Se këta të pasurit e ke parasysh që bëhen këshu momentan, që bëhen boom, tip Speedy, ti e si Speedy në Amerika, i Speedy që bën ato karajezlujqet, ato gjirat, edhe ti i ke atë zjuarësin si Speedy, baba. Në të kundërt në media, edhe afrojnë ju në këta iluminatët. Nga e din që kurse... O ti baba, jam shumë kurios me dit, qa diti për iluminatin? Si qa di unë për iluminatit, o kozak? Si qa di vlajot për iluminatit, baba? Qa di për shumë? Më trego pak për iluminatit. Po s'mund të flasun për iluminatit, po ti je iluminato, baba. Është regull i parë që s'mund të abështu atë muhabet, vla. Se ti përket një mentorit tënd, ke një strukturë për të ndjekur bazë, edhe ju në sa nivellet e vogla që mund të ysh je i... Bë moderator o ti baba, që ti esh në njërin që në shanë, bë. Bë moderator, më të bëna atë synin e iluminatit që vje. No, baba. Më bëne, brava. Kush, Argjun që moderatora? Okej. Të erdi. Dhe që ku ja moderatorët tu? Këta se eqin do të intrigantët tu? Jo më s'ka qëbër. Qa po më thë, o ti baba, du me ditë për shumë, qa diti për iluminatin? Qa është iluminati për ty? Qa është ata që të komandojnë ty dhe mua, o kozak, ti e ditë shumit qa është, baba. Të vesh të kthesh në shumë kohë indjetër, o kozak, në shumë kohë mbrapa, ka qenë lufta midis templarët dhe iluminatët, baba. Edhe ta tregon ajo loja, ke dëgjuar anjerë ajo loja Assassin's Creed. E ke losur anjerë ato lojën Assassin's Creed, baba. Jo, baba. Ajo ta tregon të gjithë historinë e iluminatit. Janë 20 ca lojra të asajla, unë i kam losur të tëra në Itali ato, baba. Ju në shumë livelet ju është në iluminati, po famën që këti ti mund të jesh pjestar iluminatëve në Shqipëri, vlla. Mund të vesh në një në këto zgavrat në një malë, andej në Kosova, në Mitrovica, andej të keni në një afrimitet ju, si të mund të ju, që mund të, se ti tani ke influencë në Shqipëri, vlla, jo do të bësh shefin, e kupton? Se ata që ka influencën më të madhe afrojnë. O baba, ti është pjesë e iluminatit, do të kalos një sprovë shumë të madhe në jetë, baba. E ke firmosur ti atë aktin tënd me djalli i kozak. E ke firmosur komo para atë ti, vlla. Edhe djalli të dha famën, baba. Tu afrua rreth e rrotull e pranove famën. E pëthua dhe vetë atë. Nuk ka në një gjë, se po themi në një gjë aliene. E kupton?
E ke para të filmin Avokati i djallit me Al Pacino dhe Keanu Reeves, shikoj atë valla. Nuk është thjesht një avokat shukota, ai është me të vërtet djalli. Dhe ky po bëhet avokat. E kupton vllajtën? Dhe kur bëhesh avokat, ti mban anën edhe të një pedofili, të një vrasësi, të një kriminali, të një robshiri. Edhe aty do me thënë ke bërë pakt me djalli baba. Abrakadabra kozak. Abrakadabra baba. Isha ajo që të pëlqen ty, që edhe po vrani Alin. Ja, lëre atë tutti quanti Olin, edhe ajo, atë, okej, po them ajo tjetra që the sot, kur pive me Ajo është që dhe edhe asmi, po të vran, edhe asmi do vdesi baba. do vdesi dhe ai robshiri një ditë o baba, qa? Edhe do takohesh në një vend tjetër pastaj. Do vi Aty baba, nuk ka do më. vi, do vendi. Aty je Olin baba. Alin baba, Alin. Alin me dy asa baba. Ora më mori ai shoku joni përbashkët që folëm atë natë, ai që ke shef ti. Perandori. Kapiten. Kapiteni, që thosht? Pari, po të ndihmonim ka ato Klajdin se i gjynaj, ka parasysh se është djalë i vuajtur i mirë, ti qa mendimi ke? Qin Klajd, olla? Ore Klajdin olla, kë Klajd, një Klajd i ka TikToku, sa Klajd e njëti. Do më ka sha familjen më baba, se i qa një mërë. Ore, unë them për punën e lëre qa ka bëraj, se a i s'ka shën mirë në atë periudhë, se dhe ti vetë e ke futur atër e ke për krau, se të ka ardhë gjynaj. Bë kam përka, po më ka sha familjen pa i bërë. Sa vetë atë ka sha familjen ty dhe i ke falur. A i është njeri që falet, baba, për mua. Edhe të më kisharë mua, jo, Klajdi nuk të Po fusë më mua. baba e falin, për nuk të ma prentimin. O vla, Klajdi është Jo, mos e fut. O, baba. Gjoqi Klajdi është djali i vuajtur dhe djali i mirë. Si s'është djali i mirë. I tjore budallak, atë që e ngri Po nuk duhet me shën. Ova, në shana burë, në kuptën burri, po të tha, nuk e lem këtë mua bet, nuk qamo. O kozak, sa veta nga ka shërë, nuk të kujtojt Kumarakun, Fute grecën, fute që grecën. Fute që grecën. Kumarakun edhe Kumaraku shahu, e ke parasysh. Ova, fute pa grecën, të të kuantë. Nuk më dërë, ose të shkruaj tu një sekund i kërkoj foluri. Fute grecën, të të kuantë. Arusha, o Arush nuk të njolla, qa të fusë... Fute grecën, ova, të të kuantë grecën. Durore, histerik, durore. Ta tip shtataniku kjo, Greca pa gjujci kryesor. A djema. o grësaure, baba. Baba, qa vënë, maj? Si të kallaj, qa baba. Një mërë. Të të kuantë, o Greca. Ma ty, kozak, ti se mba më grësën si ka dalë grësa, ishin vetëm mund, pastaj të erdi dhe grësa, po pa, nuk e se më ka kopjuar në kuptimin. Doli me ato të buzhinës të atërë, vla, bëndë edhe grësa ato buzhinat. Ku ka da Greca në kushinë, se kam pa me rëpë. Ora në fillim, në lajve të para. Po, staj me mrapa. Se kam pa për kokë qumë. Ore ishte një periud që gatua ja unë në live, gatuan dhe grësa, ja të atë grësa. Dhe Greca. Po, unë kam pa, se a ke bë... Unë në babaj, me thënë drejtën ato kokur, bëja unë shu kam pa veqit qunë që rindë në Amerikë. Qaj kishte emrin e harrova. Ishte një atlete thua ti që bënte gatim që kishte edhe një atlete online, nuk e di, më duke ai më duke. Jo, ishte i qunë nga kuk si ky veç pinte bar. Ai djali i dobut, po, ai që fliste edhe qik si barist, je i madh, je fjes. Po. Mbaj mend. Jo, po më para, dhe unë se kisha dalë me video guzhine, vetëm video këshuva, duke gatuar. Po ke shën dhe ti në një periudhë ishte po pa kohë, dhe parasysh në fillim i fër. Ore, kozak intriganti, ja. Në qa të themë, po ju vëzhgoj nga distanta. Isha të ngjuj ma bet që po flisin për këtë Klajdin, unë se di qa mërdhenja keti. Edhe Kozi e ka shumë mirë. Arë gjuna, Allah, nuk e njoh fare, unë po marrë arë gjuna është djali mirë, e kuptoj dhe e kuptoj, në gjitha e Kozaku, gjithë. unë jam me i ri, Kozaku s'ka lënë ropë pa një mune për TikTok e pa i fut, pa i supportu. Edhe ky Klajdi vllai edhe unë e kam fute kështu njërën tjetër. Ky s'ka lënë njëri pa shah vllai, lami herë na shau prap. Dolën e rrafën e bën, mblodhen gjithë. U futën prap, ja fal. Gjoj çik vllajn tat, ja falën prap.
u bë mirë, u rregullu, i ra audienca, filloi të na shah prap gjithë me pa përjashtim na e para. A kupton, çfarë me do e falësh prap do dali do shaj prap. Miro mi se që gjithë bëjnë gabime, o ke sharë ti kam sharë, unë ka sharë Ashtu diskutoj, po ndryshon Robi, burri herë, 2 herë, 3 herë. Ky personalisht mu ma ka bë 4 herë njëjtën gjë. Tutti quanti, baba, e vërtet. Aty ke dhe intriga o gresa, gjë që vlajnë, disa intriga këti dhe në një koment që të vinë tjetër, ti e një zero, të përmënd emrin e një tjetër. Gjo vlajnë të se kam 4 vjetu, me kë nuk jam plëk surtuva. Unë e kuptoj që ti do me zbudë, por Robi ka i arsye. Bravo, jo, nuk jam unë për lufto, të më vdes si të mua mos. Jo, e kuptoj, po shiko të shi qifsha Robi e ka i arsye, por del shapër i gjë. Jo, qoj live sa fut live, orë pëqirë, qifsha Rob se bën kështu ti, ku ti gjëm, ka ri pjesë. Ato gjëra, jo, ato janë gjëra që bënë, e kuptoj. Baba, ka sharë, dhe mua pasë. Bën Robi, o vlla, na kanë sharë, i kemi sharë, një herë, dy herë. O ti gresa, unë këtë dhe me keben që atere doja që të ashtu të mbyllej muhabet. I mbyllu muhabetet, jam super i kënaqur, për zotin. Jo në ato muhabete, shaj njëri, shaj tjeri. Pavarësisht se ngec dhe uno, na njerë kemi ngec të në muhabete me njerëzit, na një intrik, del tjetri bën një intrik, ti thuaj një laf, a i e modifikon e nxjerr tjetër. Jam dakord, jam shumë dakord, do të shaj Robi me arsye, kej shka, kej gjë, po jo, qoj live-in ti o rëpqirë, qipsha Rob, ku e fut këtë, varikari, se me pas arsye, o vlaj ta bëj halalun se e keq kuptu ose kështu e ke menu, po qa me të qoj live-in, qipsha Rob, se s'ke Gjë që vlajnë o gresa, dersa merë dhe aji tjetri, po e kuptove se s'dua ta përmënd. Të shkruan tani si njeri, thot ore baba, qa me ndimi kë, që të ndihmojmë një personë, pa okej, ka bërë që ka bërë, po është njeri vojtur, e kupton, edhe fale një gjëra. Jam shumë dakord, unë e kuptoj situatën të atë, që normal gjithë, po ne, këtë që po të them, o baba, unë po të them kështu, ti ke falë, ti nashta po përpiqesh, po të përpiqesh ti ta bësh të gjë, dalit çaj prapë ty, çfarë do bësh ti? Po më ka ndonë Maraku në fillim, o vlla, aje kam përkrahur unë. O vlla, e bëre prap, ta bëj prap. Falje e bëri prap, e di çfarë thua. E kupton, ne ja kena bë 4 herë, unë personalisht, unë vet, mu më ka shah 4 herë pa i bë si lloj gjëje, personalisht. Unë s'du më marr me let shaj gjithë jetën, as nuk du me fut. Për shë herë e lash, i herë dola i fola, se qa Robi me arsye. Aty ke shkëqivlajnë dhe aty kur futeni se ju keni shkëqivlajnë, ju keni dhe audiencë dhe jeni të përbashkë, vlla, dhe me kuptimi që futeni gjithmonë me njëri tjetrin. O vllai, ne dolëm kundra gjithë shqiptarëve për atë se na thoshin njerëzit që për ç'a doni me një muare, për ç'a ka rraf ato çunat, pse i ka shah, kot. Ç'a të thonë në prapë një muare. Jo, ngecin e një intriga i aty baba, ngecin. Po dhe gjika, nuk të futa i shpari, se zoja që e kuptonan, a që ishte dhe Kozaku, pasaj futa i dhe Gresa, nuk doja që të bëhesh shkaki asaj se unë e pjota pa të keqe. A që më pjoti vetë, Fabioa, o vlan tha mua, jeme neve më tha mua për këtë gjë të apim një gjë, o vlaj da shun jam, edhe qa nevoje ka qa i duhet ati mos do televizi që andej. E kuptonan si vlat amëm, ta them apur, se s'doja ta apëja në live. Gjëri sekund. Jam i mërama njërë. I mërama, a? Kozaku, si tjetri në kohën, kur unë kisha hall, e gjithë u futë duhutat të live im. Dhe Kozakut, i thash, pse serdhen se bëni beza për kokë qunit ta, do vim nëse mrama tha, do të pretëm gofondin. Bëni bez djallin herën e parë, herën e dytë dhe herën e tretë. Edhe unë i thash, kur erdi herën e tretë, i thash, po ti kokë shalqini e ke djallin, i thash që e po ben rëndë dhe nuk vjen tash në live. Po ashtu e ka Kozaku sa herë edhe mua për zotit. Prit më dha, ta sërem atë. Ashtu e ka Kozaku ngrihen pas 2 ditëve, s'mba më të asgjë tapi i po tani unë nuk e shajta më shumë. Të keqe, jo ta them, nuk e kam e të keqe, jo ti. Edhe ti s'ke nuk e dja ke fëmi, edhe ti që të bësh be fëmin ose nanën, të është për kokë nanës ose për kokë djalit, se djalit dhe janë gjëra të shenjta normale, janë gjëra të shenjta, po. Bravo, unë ja thash me drejt, tash robisht tash, po si ti tash, bo be djalin tanë rejnë, tash 3 ditë rejshti, tash dhe s'vjen lali, tash. A të duken gja për talë kaj? Do je për krajen, po, normale. A ke respekt për fëmin tanë, apo s'ke?
Ti direkt ma ka prit shif sharop, tha mirë ta kanë bo që të kanë prenë spat ata. Pasha zoti kështu ka qenë të rrepshën i fletë zotin mbrapa. Po mirë o gjigant, gjovlajnë të bëjmë me që ka dhe një ide ai që ju do më shumë na mua, ai që ke tjere respekt e të gjitha. Tani të gjithë shunat mund të jenë dakord të gjithë, se unë e di në privat kam folur me shumë, veta që të gjithë lafin e mirë dhe pozitiv për shpirt të plakës e është dhe natë kanë thëmë për ty vlla. Pa të keqe, edhe Kozaku i pari. Tani ty qa të kushton që okej, janë se ti e Kozaku nuk më intereso mu këto TikTok se qasë në valla mu një... O shok, nuk ka në vetë gjë. Mune nuk ka në vetë mi dhanë vlerat njëzit TikTok o bish. Mu ato që mjofin... Jo, quna tem e kisha... Ato që mjofin o shok, ato që mjofin mu njëf gjysmë a vlorës edhe njëf gjysmë në vlorës. Ato që mjofin mu o bish, ka respekt për mu se kam lanë respekt. Kam lanë respekt, kurse këto TikTok o të bish, janë bo si nata me ditën, dakord? Po mirë ola janë, gjithë që vlajnë, ose edhe unë në iden tënde jam e këta të TikTokut, ose a jam unë i drejt, se ti e i tip i drejt e të vini natë, ana brënda, unë të kuptoj shumë mirë, po të flasi vlajnë tënë, nuk të qonë asgjë të kesh i natë me të gjithë, nuk i bëjmë ne të drejt këta baba. Ama për shembull Fabio atë do ti, Fabio në ke respekti, është shok për ty. Fabio mori këtë iniciativë që tha valla, kam fol dhe me njërës... Kure kam fol me njërës ta që kam bërë burg dhe janë akoma në përburgje që kanë respekt për Klejdin, është djali i vuajtur, djali tamam me të gjitha. E ke parasysh të bëjmë një gjë serioze për Klejdin. Tani këta të tjerët duan, s'duan kësaj radhe, kujt i intereson ola. Kush ban më ri. Unë s'baj as i natë, as më ri vlla, me as njeri. Unë jam për paqe baba, ta them seriozisht. Pastaj këto gjëra ndodhin ola të gjithë. Na kanë shari kemi shar, nëpse anke pas të drejt, ke bërë mirë me ku e ke menduar ti që e ke pas të drejt, sot njeri i kullu ti kërkojmë falje njërës dhe kot për të, as e kisha fare unë aty, baba, ta them seriozisht. Bile, prandaj nuk të futa me ata, se Kozaku erdi vet, i thash unë a i futu, për gjithë tjetër, ko po bënim shaka me Kozaku, Karajozliqë. Pastaj kur i pyeta pa të kesh. Valla, gjej sekond, tash me ka me se Klejdi sha unë, beton të madhin zot, unë as një shqiptar, nuk ja shaj nanën, as motrën, po që se nuk bjën nga stunë një koment, ose, gjej sekond, ose, to tani kanë pak famë, unë nuk jem njëri famës, unë jem njëri ferishtë në TikTok, u shtëri me mu të rije, edhe nuk di me boj lojra TikToku. Ty se ka ndashur se ja ke thënë në sy dhe ti o Klejdi, si puna ime, dhe nuk të kanë afruar. Ti se bëjnë këto. Edhe une, kur mundohen njerëzit me përdor mu ironi, këto... Bile, kur të vinë momentin të të fasdrisin të që ke 3.000 veta të kanë kërkuar që të gjithë që të dërgoni live-in ty. Kur ke pas 3.000 veta... Vetë mërë, të ma kanë mërë ngoj me rrallë o bish. E di unë kur është audiencë, ashtu funksionet... Ma kanë mërë ngoj me rrallë, kur me vetë nga audiencë është se unë isha në paranoj o shok. Mu përveç Ojt Nazarit edhe Elmajos, tjerë të bish, ma kanë mërë ngoj me rrallë. Përse Ojt Nazari ka famë, aji në Elmajo ka lek, nuk ja ka i për famë se ble famë me lekë për spati. Shko që glajnë të ka ndimuar ova, se të ndimuar, unë e mbajnë në të dhe Elmajo dhe Olsi të ndimuar dhe për punën e GoFundit, se Elmajo me të vërtet nuk dina këto gjëra, se Elmajo smeret me këto gjëra, dhe ndaj atere ma se... Shko që glajnë, e disi është punë e GoFundit babaj që të hapin këta, se këta na njere dhe komplikojnë, se nuk ja din me të vërtet. Kozaku mund t'ja di, Aleksi këta mund t'ja din, okej, se i kam bërë. Po punë e GoFundit është po të kesh një kartë ma mëndja, të kesh një kartë bankare me në emrin tënë për shumë. Mure, lenë GoFundit me një kra, hiku GoFundit parë, bish, to e lanë gjo more, lujtën gjithë me njerëzit që i kisha lujtën gjithë me mua, bish. Por unë isha në paranoja dhe nuk jo, si kushton dhe gjë, asë njeri të hapte një GoFund, asë gjë nuk i kushton dhe vla, serios. Unë si isha në paranoja dhe nuk isha t'i dhe në hapë se qenë të bo, unë e qenë të bo këta. Të blie na një që kërkove GoFund për të mjekuar vetë, nuk është se kërkove na një gjë... Ma sugjeru, se s'kom kërku GoFund, ma sugjeru në bish. Dakor, do t'i me më t'javim i dorë, ma thanë, boje këtë gjanë, se unë s'kam ne 2 vjetë kam fletë në rrugë, edhe unë se kam shtrit dorën. Këse radhe dhe Fabio më tha, do të një maj. Unë i thash Fabios duhem, kom këtë loj halësh. Do të një maj tha me një GoFund done. Me që s'ta plëcu në tjere, do t'a plëcej onë.
A kupton, respekt për Fabion është ngurg zoti. Atë thash unë shpari se respekt. A kupton? Edhe një herë, une as nuk shitem, as nuk blev, as shaj shqiptar, non shqiptari, as për fam, as për audiencë, as për me pas teleshikuesa më shumë, se unë nuk i maj une, njerëzit që rrinë me mu, kanë 2 vjetë. Ato 20 veta, apo 100 veta që rrinë me mu, kanë 2 vjetë që rrinë, nuk hikin. Sa ato e mësu me mu, jemi si familje, bish, dakor? Pse i ka në ata 200 vetat e tyre, kush i ka? Po, fix. Garanci, ato veta që rikos, një vet, arri një person ka unë e falendrejat person që rikone. A i ndjet mirë me më gjumë, me më pa mu, si që flasë unë, edhe unë kam respekt. Për mu janë familje, unë nuk e kam TikTok-un në bish, dënja e kanë bo biznes, unë nuk e kam biznes, unë TikTok-un e kam familje. Si më pat, si më gjyten lek, si më gjyten lek, unë jam live gjithmonë. Unë nuk hitë bëj live sonde të shaj 10 veta, të kem 2000 veta sot edhe nesër mos kem asni. Unë rri njeti vëlla. Edhe ato veta që më erdhen se u shuditën kështë shqiptarët, e kupton si një njeri, a kupton pret në besë në të loj me njërë që u preva unë. E kupton dhe njërë të një të amëm aty, je i vetë një vlaj që ke ndënjur, seriosisht ta them të amëm vla, da bërë je i vetë një vlaj që nuk e di sa mund, si puna jote mund të rini në aty vla, ti ndodhe një situatë e tilë. E kupton, sa mund t'ikni me vrap, direkt në atë lloj momenti, se është instiktivisht ajo i gjë. Edhe për ata Allah ta bëvë zoti, shumë veta, edhe çuna rrugë, çuna të vuajtur, ke pa të kanë respektuar dhe në ajo i gjë vllai që ndonjëherë si burrat aty dhe nuk lëvizë, e kupton vllai. Edhe vetë ai që e bëri bile u bëre, si them, u afrove me atë, si them, unë s'mund të shaj, atë tonë që ma bërë, unë e afrova që të afroj, ku su afruese, se kapi filmin e kuptan. Unë nuk bëm mik, dakor, me ato që më... E kishe bërë me tendencë, do me thënë, e afrove si shumë. Normal e bishë, serdje, nuk e hangra të tekë bishë. Po koto dhe aty o për një laf goje ishit mirë në lef. Ja, se i laf goje, bo me pagesë, bishë, që shme laf goje, bo me pagesë. Po, ka ishin e planifikuar. Po, putu ti ta zemë se beti i shuka që me pagesë dhe gjanë, është bo me pagesë, bishë. Po keni pas a një qytë vjetër, kishin a një qytë vjetër, kishin a një qytë vjetër aty, apo jo kotë? Ka, më kanë gjytë në mbra, bishë, sepse për ta rrahi person 3 vete nuk duhet spata shumë, më njëra me dhe anëgjarë. Po të mbanë në ajnë thik me vete, po i shëllon vetë me boksa, po reagoj aji që mund ishte në ajnë boks. Po s'ka shumë reagjum 3 vete, që do reagjum 3 vete. Që do reagosh ti mes 3 vete, a do reagosh ti mes 3 vete, që do reagosh ti? Do reagosh që shtu, po të të binë ato, ti do i lush durë, se nuk pjesa katë. A kuptan, ti do i lush durë, një moment, do të binë, së të bje me ende me shilastiken. Jo, po me anëgjarë, normalisht që së të vi njeri me anëgjarë për të të dhënë 2 boksa, po të erdi me anëgjarë do të jati në pra, unë kam qenë për të vratë në atë shok, dakor? Vetëm në Meksik ose në Kolombi të vinë këshu, baba, me anëgjarë. Jo mërë se vinë këtu për ditë ndodhi, na kuptëm këshu, po kur vinë për të vratë, nuk vinë me anëgjarë a i ty për të tremë o shok. Se për të tremë vitë bi grushtun, 5 metrë me qanë ti, i pajt biun. 5 metrë me qanë i gjatë ti, i pajt biun njëherë. A kuptan? Po normale, po të erdhen aty që ato përshdo, ishte i shikosh. Ha pra, nuk ishte punë, aty ishte punë vrasje. Ajo ishte vrasje shok. Historia ima vrasje, unë ka rrujtë zoti, se u betova në Kuran, buna dorën Kuran, kur dola, bola bismillah, dola aty, dakor si burra. Prita merën 3 spatë, që i bërë? Që aty, po si nuk i ke direkt në spital, po vajtja në dhomë, kape live i normal, që uëm kanë mërë policia, se s'kisha ik pra për mërë policia. Në erdha këtu e lidha dorë në shok, gjaku për... Ne ore lidhe për momenti, po kodë fare, ke po dora komplet e abur, ti ishe direkt për të quar me urgjence. Mas 2 orësh kam shku në emergjence, kanë bërë mas 2 orësh kanë shku, nëse kam shku atje... live ato dito, baba. Pa kam shku janë fut live, nga emergjence, ato për me koshu janë fut live. Po ajo ishte që t'i dhuron të atësidi, apo ishte në ajo që të shkite pa e ndjerë fare? Nuk i kodë valadhe, bish, vetëm... Apo se ndjeve fare, se po nuk e ndjerë në shakoa me e rënda ajo, se ajo të shkrin ta kockën pasaj, dhe në kockë, kupton në të? Se ty ta bëri rudha jo. A citë batarije më kanë hedhë mu. Qa? A citë batarije. Aji është, aji që nuk e ndjem fare. Ato më kanë hedhë mu.
Shia ropto, la, si bateria. Unë them, kur ju them unë qarkulloni me sniper në distancë, baba, qa bënd jo, la, këtu për 5.000 euro të dhano, la. Ko buren me vete baba direkt, pa. A di se ka men, unë ta tham trosh, ata ka menu se vetëm që ndrovatisë të më gjujnë në spatë, se më janë tur 10 veta me thika në burgo bish, vetëm se kam qëndru para thika, i thash, banës unë s'hiki o shok, e nuk më kanë therë në burgo. O ka menu se të më gjujnë hanë gjarë, vetëm se s'hika. Qanë këto kapje këshu pa i rënd tjetit në shaf fere, ke për asysh të vesh të shillosh tjetin kotë për një lavë goja. Nese, unë thash, në burg më janë tur 10 veta me thika më janë tur në burg për me bo copa, vetëm se nuk kam hik me mbyll zgarën, e kam lënë ka qenë zgarë, unë mbyll dhe zgarën, kisha mos i me mbyll zgarën, e me him dho, banja i thash unë, edhe atë nuk e kanë ban, vetëm se s'hika. Edhe unë ka menu se nuk da bëjnë, a kuptan, edhe këtone, me anë gjarë, unë i pash 10 metrë lartë, kam të thash, do i bënë në burë ato më gjujnë në shnet, marrë pikë, për jesë të më presim në spatë, a kuptan. Nese, hiko ju, dozha i film. Presim përgatitje tjetër. Po jore qa përgatitje tjetër, se ti si e Rambo a që do jedhur në si tip komando për drejtet e mija i Rambo, për ja ka lirë Rambo. Në baba tania, qa ndodhi iku vari karina. Dhe motrat për vete për drejten time i Rambo, po ja ka lirë Rambo së në shë. Jore them, mos mendo të bësh, jore jo të them, tani shikoj gjërat e tua, rregulloj gjërat e tua baba. Mos mendo më që ndodhi më përpara. Ti ta mos e mbrit, mos e m'kap si them kuj në bish. Të la? Mos e mbrit, e mos e m'kap, nuk i them kuj. Unë kam bezdi me bë me shajt tjetrin kot ndjem kesh, i thëm premëm spat, shim nanin premëm spat me shajt kot. Po kur i tjetri do me ba pidhin e sames, a kupton, e do me mor pagesën, e do me manges mu sherrin. Se unë e kam shajt, se unë e kam vitin akoma në telefon që unë se kam shajt. A i nga shajt dhe i pari. Unë kam shajt një tjetër. A kuptan. Kam shajt atë që nga shajt në burg, që shanë burg për famë. Ola jam i vetëmi shqiptar që unë nuk shajt një për famë o bish. Jam i vetëmi personazh TikTok, që asë njëri nuk shajt, nuk dita ngrej një numin e TikTokut, unë nuk di ka shajt. Shajt vetëm ato që më kanë prish jetën, që më qunë depresion, vetëm ato shajt. Por unë t'i shaj njerëzit TikTok, kam 150 veta këtu, mi shaj të 150 veta, më ardhe 150 tjerë, mi shaj dhe 150 tjerë, unë nuk e bëj si që bën disa. Dakor? Se disa e shaj dhe me spon njerëzit, unë nuk i shaj. Me lësti, po, fix, je i sak. Po të shumë da të të shumë da të gjëvlajnë, të shumë da të intriga, me të vërtet këtë drejtë, shumë da të intriga janë bërë këshulla, me stil, e kupton? Po me stil pra bish, çdo njeri o shok, TikTok, do me thënë, shumica, flasim shumicin o bish, mund t'jenë 4-5 kokra TikTok o bish, që shikojnë live-in dhe hallin e vetë, e përdorin live-in si një biznes personal. Ti ke me dhuron, falenderit, shumë bukur, ama nuk e cënon, do me thënë derin e familjes tjetrit, sepse ti kur e shan tjetrin, ti cënon derin e familjes, ti i shan familjen, ti i shan nanën, dikush e ka, dikush se ka nanën, a kupton? A i djali nështë s'ka musime të bëjë gjanë, po dikush les zotin, dikush pagun, se nanën e vetë nuk e djetë, a e ka njoftë se ka njoftë njetë. Edhe kështu plas, dhe me thanë, shtohet audiencë, me këto gjëna, duke shajt nanat e shqiptarëve shtohet audiencë në TikTok. Unë nuk jam për këto gjëna. TikToku për shqiptarët o bish është bërë një me nxirr kokën kush janë shqiptarët e vërtet. Dhe sa shqiptar jemi ne, edhe sa të paft jemi ne që të përdorim një gjë kompjuter që na ka dhuru bota. Bota me një kompjuter na shiti fytyrat të gjithëve. Se kush jemi. Rafalo, ti tani erdhe valla, ti se di qa muhabeti po bëj dhe si lindi muhabeti me, dhe s'është muhabeti im, është muhabeti këti me gjërat e tia që ka ndodhur me këtë valla. Që më thua ma, i ti vetë a i muhabeti, unë s'po diskutoj muhabetet e këti valla. S'mere më muhabete, unë sham... Njëse muhabet për bëmër, ti s'ka në gjë. Po jo nëse vin kë ma ka nëzirë fare kë me këto komendet, se ma ke fiksuar. O ti, Darel Gash, po iko vlla nuk m'intereson që ka ndodhur me kë ka pasur vlla. Lëna me emra me i gjëra, më përmënd emra mua këtu vlla.
X, Y, ç'më duhet mua me emrat e tuaja. Lëna një olla, më lë një rat mua me të. Imagjinon ti për shembull, siç e shat tjetrin TikTok, a e shat a ka bythën e njëri me shat tjetrin përballë, siç e shat një këtu në që e ndjen nga jashtë ekranit. Pak mendon ti se ka kush në njëri prej nesh e bole. Disi janë do, shtu që vajndën, disi janë këto të shara vllai, ka parashat ati pa qerin në lajqe dhe kalon njëri me makinë të bukur dhe thonë për dhëm, ose midis tyre u bë dhe ky robshiri. Nuk ja thonë për balla ti ti shinje rob mu në pithaj, se sot njeri sa... Po pra, ai e thot në rdham ke robshim, sa robshim vet ai, kurse për ai... Bravo, ai që e thot, fix, je i ma. Po, ai që është tamam djarë, nuk thot robshim. Në mund të jesh i kënaqur që ai tjetri ka fix makinë, fix. Ndoshta nuk thot e fjalën e mirë, po s'thot as fjalën e keqe për ty dhe shkon hallin e vet është shoh. Shqipëria nuk bën me shqiptar, nuk bëhet me TikTok o bish. Harronja këtë gjanë. Është i vetmi vend olla, i vetmi popull jemi ne shqiptarët që kapemi me njëri tjetrin pa pikë lidhje, kupton vetëm për një llav goje. Për një llav goje të futesh në një intrigë të vinë 80 video ty të ka shar ty ai. Del ti tani më ka ndodhur mua tani. 80 video tjetri pasaj se flet olla në private, kupton vetëm ti. Edhe kur flet në privat vlla. Valla, një pika parë, më shikoj një shumica TikToku që i kanë që bëjnë live, shikoj që flasin me emra, dhe me thanë, që po flasin për Grecë, Greca konkret, a kuptan. Greca përmen emrin e ati tjetri që anë burg, dhe me thanë, shan shqiptarët në emrin e ati në burg. Po nere vetëm mos fol për të tjerë, të kam vlla, vetëm për të tjerë. Jo, po fliste Greca për mu, vlla, jo mos më gjë. Greca po fliste për mu shpares, po thoshte që më shan, ta po fliste për mu Greca. Jo, Greca e, tha që nga ka sharë, në ato nuk foli keq. Po tani po flasë une. Kam të flasë mos fol keq të mort, për të sharë njeri të kanë vlla, vetëm ato po të... Ore, gjë, unë një pika parë, jam live... Fol, me që më the futëm, ape live-in e ape... O bish, një sekundë, pika parë... Unë s'baj janën e asë njerit, për zotë, unë dhe bile dhe ishpari që i thash ishte për pajshja. Pasaj ti gjërat e tua me ata i di veto baba, e kupton vajnë... Sta theme të keqë. Gjë pak më gjonë. Unë as kam drejt me të ndalu drejtën e fjales ty, as ti s'kema me ndalu mu. Po jore me një kohë, kur gre... Sësh ajo sensi se ne u futëm për të folur, apo jo? Po pra, po jo ja kom kjale të se kur Greca hyri me Kozakun, duke diskutu... Të përmëndi, po. Shumë bukur, ti nuk ju themë se përmena ta bish. Jure ti aty ishe, olla, unë ta mën fola me grësin për të... Unë përë gjithë rasisht, jo të kom gjithë rasisht për zotin. Olla, gjo që këvajnë të unë kisha 10 minuta ish po flisja për ty dhe anën tënde mbajta, olla. Po unë gjithë rasisht për shë zotin. Edhe Gresa, gjo një sekund, kur Gresa po tregon të historin për ty, se Gresa nuk ishte, isha unë me Kozaku. Kur Gresa tregoj për ty, që tregoj historin patë, nuk nëse të shau ose... foli keqe. Unë nuk kam qenë të mash kraun, kam qenë të mash drejtën olla, nuk du t'i majmë kraun nëse një tjetë. Ore, fol me mua, olla, s'qa lidhje ka, po. Ti është e drejta, e ke vrasisht, por... Unë po të t'i gjoj, olla, nuk se po të them në një gjë. Shumë njerës, TikToku në olla, e mbajnë, a kupton, jam një pikë. E kam punë. Jam kushëri këti, jam shoku ati. A kupton, une, kur njetë s'kam përdor, Po miro, Gresa është dhe më i vogël se ty, o pledi. Sa vjetë qeti, ma mëndja. Them. Po kina qanë gjithë vogëllër bërëzat, po s'kina Po përdore miro, nuk s'është brezi jonë, olla. Ata e me ndojnë qikë më ndryshe. Po unë moshën e ati kam qanë ullë më të fortit e Shqipërisë të avalinër, po unë s'kam unë kur... Gresa, nuk është qikë lajnët, jo për t'i mbajt, për t'i bërë shefin. Gresa si e kam parë unë që në fillim kur ka dalë, nuk është e ka dalë me negativitet. Pastaj që shanë si Kozaku që i shajnë të... A burnit duke ti që si këto që ndjekin Po flasim o plajt, nuk po flasim për burni olla. Që të flasin i për burni, a burnit duke ti me morë ti tani në TikTok me bu motrat e shqiptarve, janë bo shqiptarve motrat kurva për shembull, disave, e mja ushqitin live aty në për me pa 1500 vetë atje. Gjë që vajtë se, ti tani më fal një sekund, a ke vajtë në Discord çdo herë për zoti, unë të kam parë që atëre në fillim. Po s'janë, unë se shqiptarë, unë se që shqiptarë në kamerë, po a klidhje ka o babate, ka o... O shoku, nuk dalu me shqit motrën e shqiptarit në live, o që t'je, bëna gjatit të veshti 1500 vetët, të veshti femërt,
dvesh motrën e dikuj tjetër ti para kamerës e? Tani ajo është një gjë tani të dalësh me një femër gjë që vaj, ti e di më mirë se mua në TikTok, të dalësh me një femër në TikTok, vetëm ta vësh tu në krah, na 10 veta, na 200 veta që ke do të vej live i 1000. Vetëm se ke gocën. Po shumë bukur se ti vajt vetin 1000. Tani edhe ajo goca që futet me ty në live, që është aty me ty. Nuk është se është na një gocë, si të them unë ty që është ka lirin e saj dhe ajo ku dëgjon, e kupton. Se po të ishte nga një gocë shumë dhe vllai i saj nuk do të alinte të rinte me tjetrin, o me tjetrin. Po ajo për Romani o bish, nuk ka për Shqipëri o shok. Në Romani talen pidhin si të vllajt, në Shqipëri para vllajt nuk i flet ti motrës tjetër do shoku. Dakord edhe me disa është motra filanit nuk i flet do ti. Po qa do bëjmë në Shqipëri o kladi tanis, do kapin fëmra se jam motrat e të tjerëve. O ke mërla, po ti nuk ke drejt më shoku ti, nuk ke drejt ti mërbish, sepse mja shqit se jo mbosh për shembull disa shqiptarëve kanë ra kurvat motra në shtëpi dhe mja shqitin TikTok o bish. A kupton, me çfarë e marr live-in ai? Po ato që kanë vulluar dhe i kenë në Tiranë me 50.000 lekë me 100 euro ora, ato nuk janë motrat e njerit, edhe po ja ishin. Okej më shok, çdo kush e bën i budallik e bën për hallin e vet më bish, po ti nuk i kush je ti? Kush je ti me për them në kuptimin që edhe unë nesër mund të dal me njërën valla. Me një shqiptare në lej, po nuk po mirë, po ta bëni pyetje ty. Po. Plasi me radhë. Ja, për shembull, more ti motrën e dikujt e qitën TikTok. U bo meme pa gjithë Shqipëria, sepse këto bën meme shaf gjithë Shqipëria. Krijo një problem, po, doli dhe një problem. Vjen vllaja saj, është hallëzhi, nuk ka mundësi me të bësh gjë. Me than ti, po pse më shok, mirë që mu motra më bë kur. Pse më shok ti ma qitë motrën TikTok? Pse ma qet motrën TikTok? Ose vine i vlla për shembull thot më ka bë motra kur pundi do të shiro për shembull. Tang. A kupton? A ti si ka asë? Dhe a i që i nëzirë motrën tjetrit me që e ktheve në këtë loj ligje, dhe a i që i ka nëzirë motrën tjetrit me Po se ka nëzirë më dha se se din orda, nuk e din se qa bën. A se njani nuk e din se qa bën motrë, as motrët e tone nuk e din se dim as njani në bish. Se qa mund të bëjnë? Po, Gjoxhi vlajnë, të dalim daj muhabet që the ti, ajo tjetra për shumë, doli në live me tjetrin, ku e ke ti mendimin... Nuk flasin to që dalin live, valla, nuk do flasin për to që dalin live, nuk jam dakord. To që dalin live, unë flas për... Jo, to që dalin live, tjetra... Për Instagram, valla, Instagram ku i merr ai. Ky muhabet, jo dëgjoj një sekond. Ky muhabet që bëre ti, është në live me atë ajo. E ka nxjerr ai, kjo është motre X-it. E ka nxjerr ai në live, tregon ato idetë e tjera, gjitha bën live-in. Jam dakord live-it, jam dakord, po jo këto që i orla... Jo, është në live ajo me ato, ola, si e theti muhabetin. është bashkë me ato ajo në live. Bëri live-in ajo me ato. Unë dakord me ato të bëj qatë dojë, ato e ka për sipër ajo shok, ato e ka për sipër, jam dakord, s'kom punë me ato. Ajo mbas 3 ditëve, Gjollajn, ajo mbas 3 ditëve lihet me atë, dhe hap live-in e saj ka pranu vetë ajo. E ka pranu vetë ki i pret vajzë të huja mbeso dhe si i merë në telefon. Ato doja të thosh të vlla jo. Ato doja të thosh. Ato jam dakord me ty, unë ashtu të bëj qatë doja e jo birë. Se ajo ka përdorur atë tjetrin 3-4 ditë për famë. Ora, ato jam dakord me ty, ato të bëj qatë doja se e ka ty. Ase i fut karni, shit TikTok a puna saj. Por jo ti tani ti hapet një Instagram, tani këtu në Instagram ose Snapchat, ose programet që kanë dalë, tani këtë vajzat shqiptare kanë mërbish. Instagram? Tani ti e pret mbesa tjetër, se të me thënë e shet këtu ti atona, e s'di që nësa, e di që të folë me ty, nuk e din që të folë me një dhe 1500 veta. Sa vajzën të bo vetë brasje? Nga shto zhana. Del nesër, bo vetë brasje dhe të notebook për jetëshëm. Aji që ka kuptu këtë gjatë, del njana, a kupton për të bo kur, po familjen e vetë e ka të ndeshme, dhe shef familje vetë, vajzën TikTok duke qarkullu, gjiro në gjithë botës, sepse këtu gjiro botës. Edhe aja futi litarit e, edhe Greca, bërë 3 vjet live, bërë 3 vjet live, Greca bërë dhe 300 vjet burka, aji se ka kuptu këtë filën, po inshallah si ndodhë. Se mund t'i ndodhë. Po shemi më në ato, ola, ndodhë, e ti ku ndodhin këto me vetëvrasje me këto gjëra, ndodhin në kësa argumente o klejt që janë argumente
ekstreme fare, kupton vëllai, se tani ke më liri në Shqipëri, vëlla, janë gjërat më ti ik në Sarand në Bear, vëlla, nuk e di unë, nuk e di sa popullsi ka Saranda, po me ata që vinë që janë gati turistat e tërë botës që vinë në Sarand, vëlla, mund të kesh 3 miliard fëmra që mund të bëjnë seks në atë lloj situate, vëlla. E di sa para janë me mendjen për Zotin e Madh. Edhe është një gjë normale, kupton? Jam dakord më shok me ty. Është modernizuar dhe te ne, baba. Ore, në plazh është për të shim det edhe për të pusë në trotuar. A kupton? Kurse seksi është për të bënë në hotel. Ose në shtëpi. Tani, se shi dhe më det, do shish dhe më det dhe bishe, për ne është deti mane. Po ti e pe atë videon ai rusi në Tajland, në atë fori stradën e ambrapa, ajo botja ishte kapur në një leve, pe atë video një sharkullon në TikTok, po e bënde në ecje në makina, i mbrapa gjipit. Po prapa është për të si rekord, ajo është shërim shije quhet, a kupton, merr ajër kari në Jo, pjetë. po them që e bëjnë në çdo lloj vendi, vëlla. Po do vazhdojmë ta bëjmë dhe do ta lidhim në një këshune, nga do ta lidhim nga Hidhmarrja, nga Rëmiu. Nga Rëmiu se si t'ja semri, do ta nisim e do ta lidhim militarin. Kodra të Rëmisën, kodra të Tipës, dhe të vazhdojmë të shim në përmjet militarit ne tani. A kupton? Të rishe këte, të rishe ne. Që s'kena rrugë tjetër o bish. Edhe unë kam shqipis, unë jam i vetëmi shqiptar që mund t'ket shqipis me të udhirit. A kupton? Ma me nuk dhe. A kupton? Ma me se e ka po dikush tjetër me shqipis me të udhirit. Unë e kam ba. A kupton? Bile imja duki si, nuk t'ishte flokë e zez, nuk duki, po e imja duki si ishte bjonde. Të tërë fshati ullu poshtë e ullu math, thoshin. Se dhe na prishish udhiri. A kupton? Po ti nuk gjeje do na një cep ulliri anë në na një fel, po bio. Jo, unë ima të udhiri më i lartë të bish, a kupton? Që fshati me na dhënë duar tërkitje, qifti më simpatik. Po, Do me thonë, ka eksperiencë, e ke prasysh, po jo tani jo do madhë. i ke bërë të forta ishi i vogël, ë? Po tani jam rritë në pyllë. E ishin 14 këmbë, shë klaj që i vogël. Po tani jam rritë në pyllë, a kupton, nuk jam rritë në det. Nuk u zane me kama. Unë jam rritë u zane me arusha në pyllë, bish. Mërë se andej është eksperiencë, baba, ashtu është, mësë është më Qa ti shpejt. ben? Tani qa ti ben që na u martu mamaja në fshat, nuk na u martu në qitet. Që kena mi bëna, kështu në ra fati. Jeni më me tradita ju andej, baba, jeni më Por e kështë Shqipëria me traditë, o bish, gjatë. Jo, po më them, ju keni mbajtu traditat e vjetra. Kret akoma, me traditë kështë Shqipëria, çdo kush e ka traditën si pas formës vetë. Por Shqipëria këtë me tradita ashtu, o bish. Thut ti se nuk e zbatim ne. Nuk e zbatojmë ne, o bish. Sepse ne më shumë zbatim traditat me shoqërinë, se sa me gjakun tonë. Dakor? Ka hik ajo tradit, sepse më përpara Më me shoqërinë se sa me të tjerët do të zhovllajnat. Me njerëzit e tu nuk të ajet muhabeti se e ke parasysh. Ndodhin gjithmonë, e kupton tjetrin, ka ndodhi gjithmonë pa kënaqësira, nuk bëhesh. po me kushinin ta nuk të hatë ma beti. Me kushinin ta nuk të hatë ma beti ti noshta. Por, kockën të arune të hanin kushinin, po njerë në duhet na një dallavere, ke parasysh. Mishin ndoshta ta han kushen jot mishin ndoshta ta han. Por kockën të arun, kurse shoku, kur të prishesh me ta han edhe mishin, edhe kockën. Ma e men për i mekët, nuk e di sa vjeqje, ndoshta i ma e madha me e vogël, nuk e di sa vjeqje. 38 është vllai, 38, po. Që e këtë 2 vjet me madhë, 1 vit e ca me madhë se unë, u bosh 200. Po jo në s'ka lidhje pra. Unë ma i vogël se ti, por ti e rritur me më të mëdhenj edhe unë kam ndonjë me më të mëdhenj, kupton, duket që na mendime gjë, vuajtje. shoku të han, edhe mishin, edhe kockën. Shnet, ka marruaj ma bet. Kushajni, gjaku jët, kockën të arun. Vare çfarë shoku babash, duhet të kesh rreth e rrotull shok të mirë, kupton? Shoku më i ngushtë këtë jetë është pjesa gjakut që të rrethoj gjakut tanë. Gjakut tanë e kupton që të me thanë? Shoku më i ngushtë është rrethi familjar.
Nuk ka këtë jetë, jemi Do të them shokun, do të them shok për familjen o vëlla, se kemi shok familjar. Shok për familje, shok për familje, gjë, shok për familje o bish, shok për familje. Nuk ka qëndru asnjë në këtë. Se unë jam rritur në Itali baba me rregullat e mafjes, se kupton vajtë jemi tipa rritu me tjera, unë po të shoki vërtet asnjë njeri nuk ka qëndru dhe në fund tjetës. Pavarësisht se dhe mafja ka pas pentit. A kesh qartë këtë. Sakt. Po që ato janë rregullat o vëlla. E kupton vajtë në shoqëri s'ka gabime. Tani ti, Pak janë a ma burgën e përjeqen për shokun? Vëlla? Një pyetje kam. Burgën e përjeqen me mban ti për shokun? Ka vrar shoku, ngjan ti si ai shoku, ose ta akuzon ti vend ati, e mban ti burgën e përjeqen? Po do ta bëj. Po liberaliteti. Po shokun do ta bëj vëlla. Po shoku. Ja, gënjen këtu. Shkurt zoti. Gënjen o bish, ja t'ja fut kodë bish, nuk e bë burgën. Se kam dhënë provat për të gënjur, e kam bajt burgun për shokun, i kam bërë 2 vjet për shokun. Po e ke majti 5 vjetë, 2 vjetë i ba, po i Okej, po nuk kam bajtë përjetshëm, po e mbaj, po është familja kur i vlla jote. Po përgjigja është ma mirë me thanë, nuk e di se si mund të veprej ashtu në burg Jo, e di, se atë rrugë kam marrë, si nuk e di o gjika. Ti tani varet ç'a bën, po shes si moll, edhe jemi në një mini market kështu, në ata pakistanezët, okej, po punojmë në rrugë. Edhe jemi marrë tërë kohën në rrugë, atëre e kupton vajtën, po ri me shok që a plumbin për ty dhe ti a plumbin për shokun o baba. Pra asha zotin, me hangër plumbin a kullaj nërta, me hangër plumbin një ditë është kullaj a birë, po me majti 100 vjetë burg nuk është kullaj. Po s'ka për Pablo Escobar, nuk është punat e Pablo Escobar, është muhabeti që por unë e logjikoj ndryshe olla, unë kështu kam ndënjur olla, me njerëzit që kam ndënjur, jepja jetën, edhe jap jetën, e kupton vajtën. Tani mirë, gabim. Por e jetën mund ta japësh, po jo burgun e përjetshëm mërti. Po burg të përjetshëm, po ka njerëz. Shok që i njojmë gangstera që përshim burgun e mund ta bësh burgun, një sekund ti mund të shkesh në burg që të shërë edhe një herë. Ti mund të shkesh në burg. Ndoshta nuk i thu policit se është ki, po shokut i thu Allah, hajde bëj burgun ti se bëj dot ma une. Po i bëj një 4-5. Jo, më fal një sekond, po të bjem ka ndodhur që po të bjesh brenda dhe ti s'ke lidhje fare. Thjesht u ndodhe në një situatë dhe në atë moment po ani një dark, edhe bëhet një blic, të kapën edhe ty, të futesh dhe ti në organizat kriminale. Një shok i mirë të nxjerrë në ajo situatë, thotë ky s'ka lidhje me ne vëlla. E kupton vajtë? Po ato po ai nuk nxjerri, ti çfarë do bësh, të bësh burgun apo do e thush vëlla si do e bën? Po do bësh burgun o baba, si të kap të ndodhi jalli, çfarë do bësh, do bësh spion, edhe të ngresh dorën të thuash vëlla, kam bërë ata se bëra unë. Po do të spion, po të futesh në gjak ti me shokun nërti, si do bësh futesh në gjak si i thush atij zot një maj e ti. Kësë s'mund ta majë unë këtë bërë. Po ndodhi një sken. Po se bën ai se bën. Po se bëri shokë, do ta mbaj o baba, do ta mbaj, për zotin do ta mbaj, për shpirt të plakës, se është dhe natë, në atë burnin si ka vlla jot, e mbaj o baba. E kupton? Do ta mbash, çfarë do bësh o të ra valla, çfarë do bësh, do thuash jo. Po se tha shoku o baba. I bie që o je e livelli ku mund të ndodhesh, edhe ti mund të jesh krau i djathit Totorinos. Tani çfarë do bësh ti? Sakrifikohesh ti valla. Edhe shpëton Totorina në këtë lloj sensi. Ashtu po valla, sakrifikohen baba. Se je për të sakrifikuar, në rruga që ke marrë do sakrifikohesh, e kupton ai? Po për një tjetër nuk e bëj o baba, të jetë njëri për shembull që e ke shok kështu që takohesh pina një birë, bëna një mbrëmje kështu, të ndodhi as më vete fare në mendje ta bëj baba. Të më vdes si ndër fare. Direkt edhe bile dhe dhunshëm. Që mbaje përsi për vetë o vëlla, që më intereson mua, e kupton vajtë? Po për njerëz që e konsideron shok familjar. Kujt shok i rush, ti rush shokut që e mban larg gjithmonë apo shokut familjes? Kujt i rush më shumë ti? Ti do thua shoku të familjes se ai të di të gjitha dobësit, edhe ai është i pari që mund të japi. Po për kujt i rush? Ka familje që nuk japi njeri vëlla, kur je në shok në ato lloj familje, për zotin gjë vëlla. Shqiptari ças gjë mund gjë, ne kemi gjuhë shqiptare çka nuk bën. Shqiptari jo.
Po shqiptarët të kohën e Skënderbeu nuk shistin njeri o baba, një Hamza doli që Po me kohën se po nuk flasim për Hamzaj, me Hamzaj kishte mustaqe, a kupton? Ne nuk po folim për burrë me mustaqe o bish. Se ti i fugarit Hamzajn me Hamzaj meshet që janë qarkullim? Po ai doli vetë që ashtu, baba. Që trasoj Skënderbeun si doli historia. Në jetë o klajdi të ndodhin shtu në ato gjumaj, në jetë. Dhe baba? Sa burë ke ban? Po qati do të regojmë këto të kanë vlaç. Kemi bërë, se di o së di kemi bërë, po qatë të themi këto 3-4, ti të regojmë këtu. Pa ke bo bukë se do të pitë për shfarë. Kam bërë, o vlaç, kam bërë. Sa ke bo për... Prere, jo të të që ke bo për drogë. 3 herë burë kam bërë. Okej, mu më jep që ti ke bo bukë për drogë, për shembull. Nështë ti ke bo për gjëra tjera, mu më jep që ke bo për drogë. Prere jote. 2 herë për drogë, 1 herë për një gjë tjetër, po. Okej, po mu prerë më jep që veç për drogë ke bo. Ti ke bo dhe një gjë tjetër normal. Jo më kanë do dhe një gjë tjetër pa lidhje, po nëjse, varikari. Po pra, po. Sa ke bo gjise? Gati të 4 vjetë, total. Shkollë është. Për shkollës, për të gjitha jo, edhe për atë që për shumë ka vjedhur një molto, ose ka për me një cigar bar dhe bëri 6 vjetë, edhe a i lumadi shkollë do të amari, që do bëj. Po që do bëj, gjumëve bëj. Ne të faktin e kemi bërë të ri, ola, shëshë që kemi Ligji bërë kur thot, ligji kur të dënon, nuk e thot ti, si ati, që është kap një cigar, si ti që kap një ton, nuk të thot gjukat, o filani, ti dhe, bravo, ti e kap me një ton, ti ke përvetim, po e bi që keqe, si ti me një cigare, si aj me një ton, a i të një të të ledzim shkrun. Nuk e thot ati, ti do të respektojmë se i e kap me një ton ti. Ty të duke ty që jam kap me një ton që thua kam prozencë në gjys, a i shkon me një cigare po unë këtu. Por në fund fara i ledzo gormat, i loj. Nuk e shkrun aty që kia kap me një ton, ki do rrim burk dhe leot telefoni si pas të dëshmes. Ja, një që da i lumadi me një cigare, ja. Të një të ledzim ka dhe ajne. Por është ideja shqiptarëve, kam pas një mlorë une, kam pas një nga vlorë që u ka vaj me një tonë atë herës. E ish një shnosht, jo kam arru emrin të një. Një shkurtër, që u kap me një tonë që... Po, a ishtë ditin e për sektor, jam kap me një ton, dhe me thënë, gasmoj, më shatë e këto gjithë ditë e këto që ishin kap me një cigare. A ishtë do ditë një të nga basë. Edhe, u qurën këto kretë të cigareve. I tha, po bomi në kretë në cigareve bashkë, po ta him në ty dhe se ti e një ton, tha. E po ta him, i dinge. Tha, bati dhe se ti e kap me një ton, tha, ne imi kap me një cigare, ne. Mu kujtu kini tonë shi. Kur vetët e burgu janë do të njësoj pastaj. Nëse ka respekt, ata që janë për të respektuar dhe din vetë ata si të respektuar. Po këdhe në këta tipat që nuk se edhe se mund të janë kapur me na një tonë, se na njëri. Këdhe njërës livele mund të ulta që se kanë vrarë mundjen për më gangsteri në burgore. Këtë quna... Se deri sa ti vete në burg, je gangster për vete, e kupton, njëri është më shumë, njëri është më pak, po prap, burgu për gangster atë është. Po kështu, pina një cigar kështu, apo jo? Ha? Pina një cigar kështu, apo jo? Jo si zonë në bish, unë pa pia to jam kesh fare, imaginoj. Të të jap një këshill, jo për na një gjë. Po ti e tip kështu që mendon, analizon, edhe unë jam qika ashtu si tip, e kupton? Të bën mirë kjo natën, baba, të pish një cigarë dhe të shqetëson të amëm, e kupton, për zotin. Nuk, mu ka pas pi nga një farë, kam pi një vit e gjys nga e që pin ti tani, unë kam pi një vit e gjys me dashurën time, edhe me futin paranojë, vishë se mu ma kanë përzia shashin disa herë, ato që ma kanë pas dhanë, për me qanë felat, për me mbosi se një tali këshu e japi, për me të bo klient. E kupton?
edhe me futin paranojë është mas përkatëshin këto nuk I di me që ma boshin, mund bëtë paranojë është dhe gjanë, bish unë spija si gjanë. E kuptan. Ka ndenjur dhe në Itali, e këta I Kom qanë, 2 vjetë kam letë në Perugja. në Perugja. Unë kam shënë në Torino në 24 vjetë, andej kam jetua. Italia është më bukur Ma se... mbyllim baba. Italia është më bukur se çdo vend në Europë, se thjesht. Italia është më bukur në atë gjitha, po vetëm që Italia na ka bërë me probleme të tëra, nuk vëm dot, ai është problemi I Italisë, po. Ku ka vend më të bukur se Italia, mjekësia gati falas. Moda aty ku vish është më bukur në gjitha vendet aty, ja, edhe me pak. Vend që e ke parasysh, tamam në Itali, ku ka si Italia për të ngrënë, edhe vend I bukur, e kupton, ka shumë vende të bukur në Itali. Edhe kështu si antikitet, e kupton, vende antik. Është mirë Italia. Por janë dhe shqiptarët ndryshë më burë në... Jeton I lirë, o krejti, gjëvlen, në Gjermani je shumë I kufizuar, sikur je në diktaturë akoma. Në Itali bën qa doj kari, në Milano për shumë këto vëndet e mëdha, Milano, Torino, Firenze, Rom, je komplet olino, vëlla, qa nuk të ndalon njeri fare për asgjë, vëlla. Bëj qa duash, je komplet, dina shpia për një bërës. Edhe ajo në Gjermania 2% është bish. Gjermania është komplet, po djune, edhe ndjen dhe në ajër, vëlla. Që sa del në shpjes, kur është një ambient që nuk... Ose Spanja është e bukur, Spanja është fiesta. Në Spanjë jetohet me pak, jeton mirë, po Spanja është për të jetuar për mua, kur arrin në një moshë për shembull të 50 vjet, e ka parasysh aty në 50 vjeç vetë jeton në Spanjë, në një ishull andej tip Mallorca kështu, edhe mbyll atë karrierën tënde, po do zoti. Vetëm të themi gjanë, Valla. bë kujdes se do bish ngrep. Kush unë? Në grep në qa kuptimi? Të na njeri të vëti. Ja, ne kam informacion të sakt. Zbije vllai, është shumë e vështirë të vishte e vllai, zëmre vllai. Po unë e vlerësoj që ma the në mënyrë konfidenciale. Unë ta garantoj, a kupton, nëse ti do bësh lëvizjen e gabumit, ta garantoj që nuk si diamanti nuk do rripesh, ta e dim, a kupton. Ta e dim që si diamanti nuk e tip ti që drejtohet surratin apo thu më fal, ta e dim. Por unë ta garantoj, Nuk jam as tip që të më kapin, të më vdesin, të nuk ka shans. Po zot, po ndodhi larë qoftë ose tani si jemi vandami ora. Edhe mund të ndodhi vëlla. E është ai lafi baba Gjolajn. unë ta them se ti do ta bën për famë, ti do të kapesh për famë. Mirë, për favor, e diun që janë edhur dhe lek, I diun informacionet e sakta, po na njerë në Itali vëlla, të ndodh në Kalabri. Ani ti në Itali, ai në Gjermani. Gjëm një sekund. Në Kalabri ndodh na njerë që vete për të vrarë tjetrin edhe ai tjetri vret ty, e kupton, ai ndodh dhe kundërta në bindje, në përplasje, e kupton? Oke, unë bo të thënë dhe një Ndodh herë. qau, o kla, e disa herë, si the ti shperi, unë nuk është se me atë bëra pajshe, dhe ti, unë thjesht u afrova, kërkova që të afroja, po sëra në gëcka I, e kupton, e një të askem është, edhe Totorina baba, nuk dilte në Corleone, aty rinte, bëshin lëvizjet,